Kalon tajni ke Adela jone dashur. Vjen Adela me rubrikën e saj, mos i besoni çdo gjëje që lexoni. Mirëmbrëma. Hajde Adela. Au. Ka marrë, se dia ka marrë me telefon. Mos kur ka ardhur nga Vlora sot me këtë xhaketën njerë. Po. Si ka edhur Xhamadani via, po. Se kështu janë nga Vlora? Ja, Vlora kështu edhin xhaketën. Besoj se kanë kështu gjoks më të madh se ky. Po, e kanë me grop. Po e kanë Se bie gjithkohës. Erdha me telefon me vete se jam kurioze të pyes ChatGPT-n për një gjë. Jo sa klikime kemi marrë ne në YouTube, se këta e di Erioni, po bëjmë namin apo jo? Po, është ndezur YouTube-i. Vetëm javë që nga javë e kaluar, deri këtë javë 2.2 milion shikime. Po i kontrolloj ato videot edhe interesi, kurioziteti është maksimum. Për çdo lloj lajmi skandaloz, kurioziteti është akoma më i madh. Sidomos sa më skandaloz lajmi aq me shumë kuriozitet. Shumë skandaloz është dhe ky lajmi i parë që mos të mbasim kohë, sepse ka të bëjë. Pyete një chatin. Po, do e pyes pasi t'ju them lajmin. Në Tiranë ka ndodhur një ngjarje interesante. Një 56 vjeçare, kaq dihet, ka denoncuar në polici bashkëshortin sepse ai e detyron që të kryejnë marrëdhënie seksuale 6 herë në ditë. Dhe ajo është Si, ajo ka shkuar në polici për këtë? Po, ka shkuar në polici për këtë, sepse s'ka takat, nuk e përballon dot. Do të shkuar në polici ti marrim sekretin këtine. 6 herë në ditë. Ai duhet të jetë zotëria me rregull treshi, duhet të jetë më i madh se rregullime hormonale. Më i madh se 56 vjeç, apo jo? Ai duhet arrestuar për arsye tjetër. Për na tregoj sekretin. Po pse Erion me kalimin e moshës? Jo, unë s'kam mangësi. Puna është kush ka sekretin e atij, e kupton? Ja fut Viagrës. Tani, për këtë isha kurioze. 6 herë në ditë, unë mendoj që dhe për njerëzit e rinj është pak shumë, dhe unë do pyes ChatGPT-n tani, sa herë është normale që një çift të kryejë marrëdhënie seksuale në një javë. Në ditë apo në javë? Në javë, se në ditë tani... Aja kishte 6 herë në ditë? Aja kishte 6 herë në ditë. Aja është papërballueshëm. Me 6 herë në ditë para buke apo pas buke? S'po e marr vesh, ante 6 herë. Po ku ha 6 herë ti ama? Jo, më ç'kemë, ai po flasi për atë. Thotë që nuk ka limit, thotë, se sa herë ti mund të bësh seks me partnerin tënd. Por në ditë sugjerohet një deri në 2 herë në ditë, dhe kjo të bën që ti të kesh një humor nivel më të mirë humori. Ndërsa në javë konsiderohet normale 0 deri në 3 herë, po normale kështu minimumi. Po. Po maksimumi nuk e thot. Nuk e thot maksimumi se del zotëria. Çati ish me mend, nuk është pa mend çati. Umi po ai kur vajti në komisariat i zgjoi humorin komisariatit me këtë. Po. Unë dyshoj që ta kenë marrë... polica ta marrin në pyetje të veçanta. Po, ato po them. Marr vlla. Po si ja bën? Ça piti, ça hati, pilaf thot ai. Si ka mundësi që jetër Unë bën pushim këtu në mes apo i çfarë? E për këtë jam kurioze. Duhet pyetur gruaja.